Jemi kthyer në Vënçe. Po, jemi kthyer në Vënçe Dhe do e zëm Vënçe. me një rubrikë që juve mendoni se nuk ka lidhje me ju. Ore, do prishim magjin Vënçe sot këtu. Ore, do flasim për magjit, ore, janë përhapur magjit, ore, duket si shaka, po njerëz Plas magjia si Covidi, e kupton? Po ankojnë njerëzit, ore. Vuv nxjerrin video, një, unë tjetri, unë ja kshu e si ma bëne, qysh ma bëne. Si e ka lidhure, si e ka zgjidhure, sa u duhet edhe. Tani sa të vërteta janë këto. Sa oqeane duhet kaloje. Por janë spur njerëzit nga mendja. Po di... Po ju si shkuat 19 vite emision pa ja u hedhur ato sheqer në Lore se ne kishim këtë verë, magji e gjallë. Këtë verë, ne... Magji e kishim gjithë verë. E kaluam magjineve. E kaluam. Po kaluam oqeane. E kaluam. Unë dhe sa telefonat. Kam ardhë këtu, s'keni nevojë për sheqer, më keni mu. Po, kemi të dërguar. Kemi të dërguar. Të lutani. Atere, është mire në studio. Anila Çobani, mike dashur e studios Bardhazi, atë e kemi vënçiste profesioniste. Përsërinë me ne Adela, është përsëri gazetarja jonë e preferuar dhe vetëve, se s'kemi tjetër, vetëm atë kemi. Ajo do të diskutoj për magjit, dhe ajo ka një opinion të çuditshëm për magjit. Rikthehet fuqishëm në studion tonë. Paulin Vilajeti, ai është më i dashuri, është pastor. Ku di unë sa herë që i themi në lutu për ne, kush do të lutet për rë, tak i them unë lutu për mua, ai gjithmonë është i gatshëm. Unë lutem edhe pa. Po, gjithmonë. Dhe pas një mungese të gjatë, të justifikuar, se kemi ftuar, rikthehet Ylli Gura. Hoxh, i mrekullueshëm, mik i dashur i studios Bardhazi. Ata din diçka më shumë për çështjet. Po, është nga të paktat studio që Hoxha dhe Prifti rrin bashkë. Edhe jena miq. Dhe është një shpreh popullore që thotë çau Prifti ulet Hoxha, ne kemi ndryshe. Edhe Prifti edhe Hoxha. Hoxha, Prifti ateistët. Edhe ata që edhe ateistët, po, edhe ju jeni në kushtetut. Ateistët janë... Ja, janë në kushtetut. Kush është ateiste tani këtu? Ne të dyja. Në fakt, tamam, unë nuk besoj tek magjit, madje se kuptoj Erion, pse na ke mbledhur për këtë temë? Të mbaruan tema që na mbledh. Ore, kam plas magjit si Covidi, e kupton ti apo se kupton? O Anila, e beson apo se beson? Besoj sepse do kishte ndonjë studim shkencor, në rast se do ekzistonin magjit. Do kishte ndonjë studim shkencor. Studim shkencor për magjit? Po siç ekzistojnë për çdo lloj. Po që të besh studim shkencor duhet besosh te Zoti një herë. Po pikërisht pra po shkenca nuk beson. Shkencor, studime të ndryshme, se për çdo gjë ne studiojmë. Po unë të them që ka studime për magjin. Nuk e kam ndeshur këtë. Si, nuk e ke dëgjuar fjalën voodoo ndonjëherë? Jo, nuk e kam dëgjuar, po studime për magjit nuk kam. Po të dëgjojmë çik Hoxhën tani. Nuk e kam parë si, nuk e kam ndeshur si fenomen. Hoxh, ka apo s'ka magji? A vin njerëz te ju që me këtë ankesë? Jo, më vjen mirë që zonjës Anilës më zgaboj, që nuk ka prek, po si ka rruga nga magjit, rrugën e Zot, ashtu qoftë, gjithmonë. Ndoshta magjit kanë frikë nga unë, ose jam person që nuk më kapin asnjëherë magjit. Do kem në një... Për këtë dytën lutem. Si e kapja me viroza? Për këtë dytën lutem. Them që ata që nuk besojnë, nuk i kap magjia. Në rast se mua rruga nuk më bie andej nga pretendohet që bëhen, apo praktikohen, apo sillen rreth e rrotull magjit, normalisht se s'ka ku të kapir. Në rast se merret... Kam një pyetje. Po. Ju thatë që jeni ateiste. Po. Të është bërë magjia me e keqe në botë. O, jo. Një njëri që nuk beson se nuk ka Zot, nuk ka magji më të madhe që është bërë. Po qas, ua Paulin, Anila, unë sot a kështuar për Zotin. Po nuk e kupton. Vetëm mos e qëro Paulin se kemi Ja, po unë të qoj. Jo, nuk e di fare tani, ja, i vedi shkëri atje, po i bën magji. Ku qëndron problemi, që unë ndjehem tani e suggestionuar nga ju, jo, që ju duhet më bëni pa tjetër, që unë të besoj në veten time, ose të jap opinionin tjerëve që jap. Të gjithë besojnë të vetën. Jo, po më lër t'ja them ku dua të dal. Që kjo dora që kam unë këtu është dorë e Zotit. Unë thjesht ndjej dorën e një buri shumë të mirë, e një njeriu të mençur, e një njeriu me shumë botë. Po më vjen dhe mua tani ta vë një dorën këtu. Po kur nuk e ndjej dorën e Zotit. Do e gjithë pyetje më të gjë. Po, dëgjoj. Një krijesë kaq e bukur si qeti. Po, filloj, mos e diskutoj. Atë lutem isha dorën tani. Tu ka magji, mos e diskutoj. Një sekond. A beson që i rasin këtë botë? Priftrin që nga të rrezikshëm. Unë të gjithë rastës po nuk është, shiko atëherë, dëgjoj. Ai që beson, sepse një njeri që thot, unë besoj se nuk ka Zot, beson. Pra nuk ka besim më budalla
se sa të thuash, besim, jo njerëz, besim që thot nuk ka Zot. Dhe kjo është magji që është bërë, sinqerisht njerëzve dhe janë verbuar në atë mënyrë sa nuk shikojnë mallështinë e Perëndis dhe ato që Zoti ka krijuar që asgjë nuk është rastësi dhe tani kur unë them të është bërë magji nuk e them në... Me thosi metaforë. Ka magji kështu, e ndjen me energji magjin? Por duhet, Jo, e ndjen me energji magjin? Jo, kjo është e qliruar nga magjia. Po, është e qliruar, sepse... Jo, ka përshtima u shliruar kur e Shirua ka në kohën që unë kisha vendosur dorën këtu dhe ajo po fliste, unë po lutesha me te që të shliruat dhe është qliruar. Shpëtoja, iku një Adela tani shpëto Adela. Prishet magjia? Kështu prishet magjia? Kur lutesh po, absolutisht. Po pastor, Adela. prek edhe mua. Shiko, Jo, kam diçka. jo, ti ke frikë nga magjit. Kam frikë? Po. Këtë do thoja, sepse më bëri shumë përshtypje. Unë besoj në Zot, por pikërisht fakti që beson në Zot, a nuk është kjo një arsye për të mbrojtur nga magjia? Është. Se nëse ky, Jo, është arsyeja, është. Dhe unë e di që Zoti më mbron, se duhet të kem unë frikë nga palët të Absolutisht. treta të pafuqishme, Kjo që është kanë këtë fuqinë kjo e është gjë Zotit. më mirë që the. Se këtu bini pak në kontradikt. Jo, nuk. Atëre ylli, për këtë, ylli. Unë kam përshtypjen se keni shpikur ju këtë magjin. Për t'i bërë njerëzit frisohen më shumë dhe për të besuar ke institucionet. S'është fjala për Jo ne ke këtu. Zotin në mënyrë të drejtë për drejtë. Nuk është fjala për ne. Dhe bravo Adela për shashkën që odi se është një e vërtetë që ju se mohoni dot. Sepse nëse Zoti më mbron, Unë jam me goca tani. tani. Unë jam këtu me goca. Për cilin e kështë fjalën? Ore, po tjetë shu, ne dale dhe unë këna që Për cilin e kështë fjalën? fare. Unë jam me goca Tani e ka ylli, se ylli do ta shpjegoj se e di më mirë këtë punë nga të gjithë. Ja dëgjoj. Qavarët dhe priftërin ti kanë shpikur magjin. Jo, dëgjoj ylli, tani ta shpjegoj tamam. Asnjëherë. Kundërshto. Jo, nuk kundërshtoj. Unë nuk e kam mend me kundërshtu për shkak se, sinqerisht, ne duhet ta marrim, bëjmë shumë shaka, por është ajo që thotë Erioni, është shumë serioze. Shumë njerëz janë në pushtetin e magjisë, nga njerëz të pa skrupullt, të pa fytyrë, njerëz të cilët unë do të lexoj vetëm një varg nga Bibla, tek libri i Zbulesës, kapitulli 21, vargu 8, thot kështu: magjistarët thot pjesën e tyre do ta kenë në liçenin që do digjen me zjarr dhe squfur. Pra, janë një kategori që Bibla i parashikon një aq të rrezikshëm, aq të poshtër, të pa skrupull, njerëz që përfitojnë nga njerëzit që janë nevojqar. Unë jam dakord me vajzën, kur ti beson tek Zoti. Këta njerëz që kanë të pas skrupull kanë më shumë fuqi se Zoti që Nuk kanë, jo, nuk ka fuqi. Jo. Kanë fuqi, jo. Kanë fuqi, jo. Pastor, ata mbyllin sytë edhe flasin me shpirtrat e vdekur tani. Ç'është kjo? Apo sepse gjejnë pikërisht njerëz të dobët, njerëz të rënduar psikologjikisht, Shumë e vërtetë. njerëz të pushtuar nga frika. Po janë hoxhallar që e bëjnë këtë gjë, janë dhe shumë hoxhallar. Atëre ylli ka një mendim tjetër. Gjejmë Gjërat për pastrimin e magjive. Mos më kundërshto. Jo, po të gjë përpara. A gjehen për herë personat që janë të dobët psikologjikisht, ata janë masa më e madhe. të pasigurt në jetën e vet, Sigurt, ata janë të masa më e pazotur në madhe. jetën e vet dhe janë pikërisht ata persona që çuditshëm të rënditës që përmes magjive janë rrëzuar dhe perandori. Një nga këto është një pjesë se ka zgjatur shumë perandoria e Bizantit, në një pjesë të vetën historike është rrëzuar nga magjit. Pra, jo është bërë magji mbretit të kohës. Se ka qenë mbreti dobët, ka qenë mbreti pushtuar nga pasuria e vet. Për shembull, nëse ne janë duke na parshojnë Erionin, fiksojnë ti bëjnë magji Erionit ta ndajnë nesër nga gruaja. Jam kurioze. Ka magji ky. Shiko. Jo, jam kurioze sepse domethënë Mua mos më kanë bërë magji të ri me gruan. Prandaj s'namu. Jo. Aty jam lutë, unë që të rishti me gruan. Urdhro? Lutëm në Zotin. Jo, lutje. Është fuqia lutjes, e magji. Kam dëgjuar lart e poshtë që magjia që unë pavarësisht se nuk besoj, kam në rrethin shoqëror edhe për shkak të mediave sociale, është temë që gjithmonë ha debat. Edhe njerëzit e dobët, siç tha dhe Anila, gjithmonë përfshihen edhe çdo gjë që nuk i shkon në jetë fajsojnë magjit. Por kam dëgjuar dhe thuhet lart e poshtë që edhe duke të parë nga ekrani ose me një foto të bëjnë magji.
kush e ka këtë superfuqi ta bëj këtë? Që ja kalon Zoti. Që ja kalon S'është superfuqi, jo, është energji. Jo, është kaluar Zoti. Është energji. Energji dhe pa më prekur dhe thjesht më shoh nga ekrani tani edhe Sigurisht, më mallkoj, më bëj magji. Edhe pa qenë prezent. Do me të mirë që marrë duke më parë tani, do bëjat një shpjegim për afërt, si rasti hipnozës. Po jo, hipnozën ai e ka atje pacientin. Ai i flet, e ka aty të shtrirë. I flet edhe merret me përpunimin e mendjes. Po magjia kështu pat prek të bë magji, kjo me pa tjetër nga personi merr diçka. Mund të them. Merr kanatiere, merr flok, merr diçka që është e personit. Pra duhet marrë personale. Të lutem, Adela, mund ta pyesim pak magjit më të rëndomta që bëjnë shqiptarët? Kemi ndonjë magji tipike ne shqiptarçe? Shqiptar. Të vdesi shefi për shembull. Jo, mos kemi na këto. Jo, për fatin e keq është. Si e bëjnë, si e ngrenë magjin kështu, si nuska, si gjëra, se kemi dëgjuar. Për fatin e keq është më theksuar në ndarjet apo në përplasjet brenda familjare. Pra, nusa me vjerrën ose vjerra me nusën. Jo, edhe pur me grua, thot. Po, edhe fëmijët edhe me sfida. Po, si i bëjnë, me qa elementës që i bëjnë hoxh? Me qa elementës, si ngrihet një magji? Thash pra, ajo thelpsore është që nga personi, që si noti bëtë kjo keqe Zoti na i largoft, merret diçka me pa tjetër. Edhe qa i bëni këndon, asaj qa i frynë qa i bënë? Pa tjetër, kanë metodat e tyre do në vrastare do quju në thojza. Edhe si prishet kjo metodë vrastare? Qa bëni ju që e prishni këto? E kuptoni njerë dhe prishni? Nëse do tjetë për pjesën myslimane, po? Së më pak kam studiuar nga Biblia, ose kam lexuar, ka perifrazime ose versete të posaçme për këto. Pra do të thuash pjesë kuranore të lexohen, po. Si është ajo, audhu billahi shejtan rajim, është një kështu. Në një numër të caktuar, apo them. Pra do ta thuash atë. Preferoj numrat tek. Pra, hoxh, ju është energji. Si preferoj numrat tek? Ta kemi parasysh të numrat. Në kuptimin 3, 7, 9, Pra ne duhet të larg këtyre numrave? Jo. Do ta thuash vargun kuranor në mënyrë e thua 3 herë për shkak. Pra, hoxh, ju prishni magji, nuk merreni me magji. Mos o zot, është sekundë, magjia është e barabartë dhe magjistar. Ajo që këtu tani se do muhabetin, jo. Dëgjojmë nga ajo që tha pak më para. Ke një hoxh, nuk thon dashur ke një prit. Mikujin pastori, që është pak të pyetje se e kam të rëndësishme pyetje. Perifrazimin nga Bibla që dhe sipas nesh, magjistaret janë të barabartë me kriminalët. Okej, tani që të prishësh magji, a duhet të prishën magjistar pak? Jo. Jo, s'ke nevojë. Po si e prish magjin ti pa e ditë se si bëhet magjia? Po, mos e thënë Zoti, po nga shenja që ka i smuri ose e smura. Po si dallon? Si e kupton pra se na çmendet? Ja po ja them kështu. Shkonte, okay. Nuk po e besoj as atë që ja po vi me Nelën. Me Anilën, për shkak. Anilën ndjes, edhe nuk i besoj kësaj e saj. Okej, shkon te doktori dhe neurologu kryesisht. Të bën gjithë studene më imësi, vizitat dhe nuk keni asgjë. Ndërkohë që keni shumë gjë. Ose e dikush tjetër, jo. Doktori se nuk është ai. Po s'ka si ta kuptoj sepse nuk është, jo. Patjetër, pa kjo është pjesa e. Në rasti nuk shpjegon mjekësia është magji? Këtë po thoni? Në gjitha rastet shumica po. Sepse për fatin doktori nuk arrin të shohë asgjë, sepse është energji pra negative. Mund të them që po e shkatron persona për personin. Që zgjat sa zgjat kjo energji. Disa edhe vite, për fatin e keq. Ka dy lloj magjish. Keni Po. Është magjia zezë dhe magjia e bardhë. Bardhë, po. Magjia zezë është një lloj magjie që zakonisht njerëzit bien pre duke shkuar tek ta lloj magjistarësh. Për shembull, ignoranca e njerëzve i bën që ti thot doktori mjekësia nuk ta ka zill hajdes se është njëri që këndon ty, thot. Jo, ajo shpresë. Shpresë për zgjidhur një situatë. Por është ignorancë. Jo. Është pa dituri. Problemi dhe fatkesia të qonë drejt një gjëje që ti do t'ja për zgjidhje pa tjetër. Dhe kur nuk të zgjidh Zoti shpejt, ti do t'a zgjidhësh me robin, e kupton? Ignorancë do thot pa dituri. Pra, nuk është se njerëzit, fjala ignorancë nuk është fjala e keqe. Pra, janë njerëz të pa ditur dhe shkojnë. Ç'a bën? Në momentin që ky shkon, me anën e një pushtetit të një magjie të zezë, ai e vendos nën këtë lloj pushtetit. Po. Që ta mbaj nën kontroll. Pastaj kur ky bëhet, ke që çojmë prap.
Dhe kur e qojmë prapë në pushtetin e një magjie të bardhë, e çliron nga pushteti i magjisë së zezë, por prapë e lënë në pushtetin e një magjie. Dhe ç'a bëjnë këta njerëz, bien në një rrëdh vicioz që i mbajnë gjithmonë nën pushtet dhe autoritetin e tyre që t'i zhvasin parat, t'i zhvasin derisa i kanë bërë me shit edhe shtëpia. Pse? Sepse ata janë o në magjinë e zezë, o në magjinë e bardhë. Ndërsa, kur një njëri... Kafja magjie e bardhë apo magjie e zezë? Është bekim. Unë ma bëj një kafe gjysëm, po të shkurt. Dhe duhet të shpikoj... Kafe nam-nam? Po. Se them unë, është vetëm kafe që lën nam si në Vietnam. Super kafe. Nuk është as kafe, është Michel. E tani do të vi. Duhet që të shpikoj, që ndodhë? Po, e kuptova. Mos e shpjego ka shumë se i terrorizove njerëzit. Jo, njerëzit pastaj duhet kuptojnë një gjë. Për shembull, unë ju them njerëzve që i vetmi person që e çliron njeriu nga magjia është Perëndia. Pra, Perëndia nuk të vendos në pushtet magjiet. Perëndia të çliron nga pushteti i magjisë. Dhe mua më ka qelluar shumë herë të lutem për njerëz të cilët kanë në pushtetin e magjisë. Lutja i ka shpëtuar? Dhe jo më është dashur ndoshta edhe më shumë se një vit për të lutur për ata njerëz që çlirohet, sepse ka të bëjë një gjë. Është sa i dorëzuar jenë në pushtetin e magjisë. Dhe nuk është gjë e planetash, është shumë serioze. Po pastor, si ka mundësi që kjo gjë ndodh vetëm në Shqipëri? Jo. Në Itali? Në Itali? Në Itali është nami zi me magjit. Në Itali ne po kopjojmë gjërat më tani vitet e fundit se di. Po përpara një 20 vjetësh ka qenë kështu. Kanë atjeret e lushnjes dhe të fjerit. Ka bërë nam. Si që janë në Shqipëri, nuk janë asë një vënd tjetër. Unë kam pas fatin të jetoj edhe në Amerikë, kam pas fatin të jetoj në Portugali, dhe kur ndahet një qift, nuk e si më vla, nuk po pëlqente seksi, nuk po pëlqente se s'kishte lek, kurse në Shqipëri është, ju kam bërë magji. Do më thënë, janë disa absurditete, dhe unë kam gjuar dhe rastet të familjarve të një qifti, që i kanë martuar për shembull me mblesëri, nuk kanë pas kimi me njëri tjetrin, se kur të njeh tjetri me zor, çfarë kimi mund të kesh? Duhet ta pranojmë. I kanë kënduar te Hoxha. Duhet ta pranojmë. Pra Hoxha pas ka fuqi. Kjo magjia është mungesë emancipimi. Jo se ka fuqinë Hoxha. Jo, pra Hoxha pas ka fuqinë e ka Zoti. E ka Allahu. Pra Hoxha është vetëm lexon vetëm vargje që se i thot, i ka vargje specifike janë në Kur'an. Magjia u fut kur ka në krevat. Kjo është betejë. Po ti nuk e beson që ka forca, shko, e beson që ka njerëz negativ? Anila, a ka njerëz negativ? Po. A ka njerëz që duan të keqen tënde? Po. A ashtu dhe ja këtë thuaj? Kafen e mëngjesit të japin energji negative. Energjia besoj vetëm. Do me thënë e pranojmë këtë pjesë, po jo këtë. Pa pranojmë të dyja pjesët. Po është një njëta gjë, nuk është një njëta gjë. Jo, të bëj një pyetje. Në momentin që ndodh, se nuk themi për këto lidhjet e të rinjve, në momentin që ndodh një dashurie, një moshe të caktuar që kemi bërë në një emision, dhe ndahen një çift dhe krijojnë një lidhje të re me ato kondicione vetë. Tu ka magji? Jo, nuk ka, sepse unë desha dele ku fliste vajza. Shumë herë është padituria prapë e njerëzve që thonë na kanë bërë magji. Jo, njërit nga partnerët i kanë mbaruar pasioni. Nuk do të jetojmë. Ky është për psikolog, ky është për Hoxha. Një sekondë, nuk ka, po jo. Dhe Hoxha nuk merret me këto raste. Erion, kjo lloj padituriet i çon këta njerëz te magjistarët. Të lutem thot se ne na kanë bërë magji, hajde thot se çlirojnë nga magjia. Dhe ç'a ndodh? I vendos, ata s'janë fare në pushtetin e magjisë. Shkon te magjistari dhe i vendos në pushtetin e magjisë. Sa lind një fëmijë themi të ka zënë syri keq. Ç'a bëjmë ne fëmijës? Si bëjmë magji që na të mosh? Jo si bëjmë magji ne. Mësojmë ne. Po sepse na është bërë ritual jetën e. Ka zënë syri keq, kujdesi e bërë ka që mirë do të zë syri, ne e kemi jetën e ngritur ke syri. Atere të bëju një pyetje Ornela, atë ka ndodhur dhe ty, edhe ty, ja, një sekund, ja Hoxha, ta themu këtyre. Anila, atë ka ndodhur në një që sa të ka thënë në një, ua sa e bukur je bërë, bam në shesh. Atere qa është kjo? Qa është kjo, është faj sheshit? Po ja, pra, kjo është. Po s'është magji, më është një energji negative. Energji negative. Moment. Po jo, janë më tre vlla këto. Janë më tre vlla. A e din që është një gjë që shumë e keqe që njerëzit bëjnë? A i keni parë ato sytë që i bëjnë njerëzit kështu? Po. Ajo është gjë e më e keqe që njëri mund të vendosë në trupin e vet. Syri?
Po, sepse aty mlidhet energjia negative. Se thonë, ajo është me trujt nga syri keq, po ajo mbledh të gjithë energjinë negative dhe e ke aty. Po këto gurët pra i kanë vënë në përduar në këta, qa janë këto gurët? Ku i ke marrë? Se thonë, kjo është, i ka marrë ke një gocë që ka një dyqan atje në Myslimshyri. Nuk e di. Qa janë këto gurët? Syfuri mbledh këtë energji, mbledh atë energji. Ja, s'ka lidhje. Ja, besnyt një koti, Mbledh energji. Pra, mbledh energji të këshia, t'jep energji në mirë. Më thot një miku im, hapi biznesin, a i kishtë një nër bizneset më të sukseshme ma për parë. O pastor, thot, lutu për mua, nuk i kisha shku. Lutu tha për mua të lutem sepse nuk për më shkon biznesi. U luta. Në lutje ndjeva diçka nuk shkon të shku, ke biznesin, shkoj dhe kur shkoj, branda kisha vendos një nga këta sytë mleja të. I thashën, qa është ajo? E kam vendosë se ma kanë dhënë dhurat sa kam hapë dyqën, theje i thashën. Jo tha, theje i thashën. Po problemin e ka pas dhurata, ndoshta jo të ka qenë dhurata. Se patkojnë të kalit janë, më mirë se ky syri. Edhe më keq. Edhe më keq. Paganizëm. Sepse është totalisht, është pushtet magjike lajo. Edhe Po. Janë komplet gjëra. Njerëz satanist ka? Besoni se ka? Sa duash ka? Po këtu mes nesh ka? Këtu në këtë studio s'ka, por do të them një gjë, jo. Ti është një... Jo. Ti është ateist, nuk do të thot ti është ateist, jo. Shiko, ka aq satanist në Shqipëri, sa që tani kanë filluar që të bëjmë bashkësi sataniste. Dhe e din... Lidhen ato kanë një ditë të javës, që kanë burat kur trahtojnë që po diskutonim... Aktivitetet sataniste, shiko, u bën një aktivitet të ish vila e Enver Hoxhës. Aktivitet totalisht satanist. Po qa bëjnë ata kur mblidhen? U mlollën atje dhe ata ishin veshur dhe ishin... Kur jun, aktivitet satanist është edhe në datën 31 tetor? Çfarë është? Halloween është ma e bukur. A dhe vdesim të thua është vajzës time, ajo shmondet për Halloween. Me ata kungujt. Me ata kungujt. Si tha Hoxha, dhja një sekundë të gjë që Hoxhën? Me ata kungujt. Dolëm pak nga tema, Jo, s'dolëm nga tema, është një temë kjo. Dhe pastori është pak në kontradikt me veten. Sepse ju thoni që ka bashkësi sataniste, ka njerëz të këqinj, këto superfuqit negative, dhe pak më parë Hoxha nga ana tjetër tha që këto magji ti bëjnë pikërisht njerëzit e familjes. Pra këta nuk janë satanist. Po pse ti dënë në... Falë, ti dënë që... Një sekundë, ti mendon që në familje nuk ka njerëz satanist? Ata që merren me magji mund t'jenë pjesë e familjes. Po janë satanist, marrë historia. Mos, ndoshta për te shakat. Shiko si ndodh me pahirin e vet. Me pahirin e vet, prindi, nëna kryesisht, nëna, shkon e do shoh fatin e vajzës apo djalit. Sidomos vajzës. E shkon dikuj. Jo, shkon edhe tjera. Kjo është më e thjeshta. Shkon dikuj gjetk, duke paguar atje deri ke rasti siç tha miku pastori, shesin e për fatin e kej shtëpit, po marrë këto vlerat nga pikpamja ekonomike, financiare më të vogla, e shkon, pretendon të shikoj e gjora fatin e vajzës. Ku do martohet, si do martohet, atje më radhë, jep diçka, ti merr edhe diçka. Kjo është ajo energjia negative ose magji. Jo, satanizmi është tjetër gjë, është diçka më ekstrem. Se ka shumë vajza, Ornela nuk e ke iden, çfarë radhesh. Ja, vetë me pohoni, ja. Ajo që tha vetë Erioni. Njëra për të fjerë. Çfarë janë këto? Që janë? Janë njerëz me dhuntit veçanta, apo janë zgjuar një ditë dhe kanë thënë do bëjmë një. Adela, ja ta them unë. Ja ta them unë që janë. Janë njerëz që bashkëpunojnë me shejtanin. Bravo. Dhe të krijon një atmosferë që shumica ja thua ti gjërat dhe të duket sikur ti thot ajo. Më kupton? Asgjë s'gjen ato. Po ta kam thënë prapë. Ora ato s'gjen asgjë. Asgjë fare, asgjë. Ato janë gjëra djallëzore, të gjitha. O zëmra, edhe djalli shikon, nuk është shikon vetëm Zoti. Me erdhi në verë, isha në plazh, me erdhi një... Pastor nuk po e lë anilën. Mo e ke kapur me mua. Okej. Thuaj. Magji pra që në hyrje. Jeni në magji e pastor. Jo. Më ke bërë magji. Magji e bardhë. Unë isha, nuk bëj magji të bardhë, unë isha në plazh. Edhe më vjen një grua atë, të keqën thotë, të bëj thotë, të tregoj thotë fatin tënd. Jeta është do të tregojmë fatin tënd. Cili është fati? Fati yt është ti me këtë që bën shkon në ferr. U shtang në vend. Si ma thua po i thash. Sepse ti je yshtur nga shejtani
me të gjithë gjërat, ti nuk e din fatin tim. Fatin im thash nuk është i shkruar as në dorën time, nuk është i shkruar as në qiej, as në mfal, as në yje, as në krana. Po kanë dalë, më pastor, kanë dalë dhe kanë dalë konqi si që kanë thënë. Sepse, dëgjë, në qofë se ti je njëri që jeton nën këtë pushtet njerëzish të cilët ty të vendosin nën presion, sepse është një presion që ju vendosit njerëzve nga këto njerëz. Dhe ti je nën presionin e fjalëve. Dhe ti fillon dhe i beson këto fjalë. Dhe kjo është e keqja njerëzve, i besojnë, në qofë se unë jam dakord me zonjën që tha, unë nuk i besoj dhe nuk e kap magjia këtë grua. Pse? Sepse nuk beson, sepse nuk ka lidhe me ta. Duhet besojmë ke magjia që mos ta kapi magjia. Po, bravo. Nuk është ky Chelsea. Kjo është. Cili është? Më besoj nuk është Chelsea. Si nuk do ta besojmë? Si nuk do ta besojmë, pastor? Po, thjesht mos besoj ke magjia dhe nuk ka magjia. Për mua është magjia nuk ka pushtet mbi mua. Unë jam i mbrojtur. Jo, nuk ekziston ky antidote. Nuk ekziston. Unë nuk kap magjia. Me të ngrinë gjithë magjistarët e botës, mu nuk më bajnë magjina. Si fenomen. Sepse të gjithë ata, sepse besimi im është kjo, të gjithë ata kanë pushtet ferrit. Dhe pushtetin e ferrit e ka mundur Zoti im Jezus. Jo, dhe aj Zoti im i shkatron pushtetin e tyre pik. Po gjëfar mi afton të shpëtosh nga magjia. Pastor, po to si fenomen ekziston. Po pa tjetër ekziston. Ka shpër ekziston, ka magjit bashkë. Mos besimi si fenomen është tjetër gjë. Mos besimi në ndikimin ndaj teje, ajo po me këto jam dakord. Por si fenomen ka ekzistuar në çdo kohë. Jo, e beson se beson dy goca tona të mrekullueshme, ajo ekziston. Pra është njëri që thot tani, thot kështu, e thot me plot goçka rëndësi, nëse ekziston. Thot, më kanë bërë magji, thot edhe ka kokën aty. Mbaroj loja. Edhe kash mjafton. Në qoftë se unë nuk besoj. Edhe kash mjafton. Cili nuk beson? Në qoftë se unë nuk besoj tek magjit, njësoj si Anila, pra ne nuk besojmë te magjit, ne jemi automatikisht të mbrojtura? Ja, nuk është e mirë. Jo, i mbrojtje je... Kush na mbron? Jo dua të di çfarë na mbron. Forca jote psikologjike, fizike, mendore, nuk bësh pre. Ti bëhesh normalisht bëhesh pre. Edhe kur, shiko, ja këtë do ta them se në momentin që ke shkuar se përmende Fier, Lushnjë, Elbasan, ku e diun këto gjërat, një sekond, po mi pra dua të pyes, e ke marr informacion nga mediat, nga interneti, apo e thën nga një shoqe e cila të është bërë shkas që ta besosh që unë kam qenë te ky vend dhe më kanë dalë. Dhe ti po se mendoj unë sikur Shqipëria mesme është më shumë e etur apo ka më shumë popullat që besojnë në shpejt. Besoj që po, për shembull në veri unë nuk kam dëgjuar shumë raste në veri që të besojnë te këto magjit ose të shkojnë. Ka shumë. Ka shumë në veri? Ka shumë. Ka në veri. Ka shumë sepse ka veriu më shumë se jugu po thoni pastor? Unë kam unë njoft njerëz dhe unë njoft se ka dhe një gjë more. Jo, këta kanë kishën e Laçit, i lajnë më shpejt mëkatet. Dëgjoj. Ke kisha Laçit. Ka njerëz lajnë mëkatet. Jo, është bërë fiksim në pastrosh shpirtërisht. Jo, është bërë fiksim në kokë që ata kanë magji. Dhe ai fiksim është ai që natyrë dhe... Shaka, po. Askush nuk dhe ka ba magji asnjëherë. Por thjesht fiksimi që dikush që ka ba magji për i shkatron jetën. Me trurin dalim aty ku e nisëm. Mirë, mund të them unë një gjë pa u ndërprerë se është shumë e rëndësishme kjo që do them. Jo, pa, shkoj. I vetmi magjistar, i vërtet, tek i cili unë besoj realisht, është doktor Skerdi klinikës Kate. Ai vetëm bën magji. Pra, merr një njeri që nuk është shumë i bukur dhe e bën shumë të bukur. Pra, klinika Kate, që është dhe garanci për cilësinë, se s'është njësoj si tjerat, unë mendoj se magji aty bëhen. Aty mund të bëhet. Do thosh që bëhen magji me bisturi. Me bisturi? Okej, pra, po doktor Skerdi duhet të... S'kam nevojë për të shkuar te doktor Skerdi? Por, doktor Skerdi... Jo, më mbas e ke qenë kohët e fundit. Jo, s'kam qenë, po do shkoj. Doktor Skerdi vërtet është magjistar. E pra. Dorën e tij. Po. Edhe me ato videot e bukura që bën. Nuk bën nuska. Ajo është magji. Bën video. E pa parë kur bën reklamën për klinik dhe ato momentet që nga puna që fut me ato këngët shoqëruse me stafin e Me qënë se jemi në vënqe dhe do japim dhe mesazhet vënqe. Agjërimi është një sprove madhe dhe pse Zoti na sprovon ne? Shiko, unë nuk besoj që Zoti ka nevojë. Njerëzit që agjërojnë, i zën magjit? Besimi im është që Zoti nuk ka nevojë me mbun provë. Unë jem njëri i cili tër ditën, nga mjesi deri në darkë, vem në provë nga djalli. Dhe kur unë agjeroj për të mundur këtë lloj fuqish.
pra fuqit e këqia, sepse Zotë s'ka nevojt me provoj. Mos është agjerimi, pastor, një metode mirë për të mbrojtur nga magjit? Shiko, agjerimi është një ndër gjërat më të mira që njeriu duhet të bëj. Dhe kohët e fundit, në qoftë se ju keni dëgjuar, sepse unë, që kur kam qenë i krishterë në fillimet e mia 34 vite më përpara, kam patur një stil jetese që një herë në muaj agjeroja 3 ditë pija vetëm ujë. Për 3 ditë rresht. Po mos e bënit për të humbur peshë, pastor. Për t'jo, e që e argjim. Tani, kohët e fundit... Sa shpet e para gjikon? Kohët e fundit... Jo, thjesht po pyet. Pastori është olimpik, unë e njoh ndjej rrjetet. Pastori është i palestruar, prandaj po e them. Është number 1. Tani pastor, se jemi edhe në mesazh vënçe, se jemi live. Mesazh vënçe. Tani, mjekësia ka zbuluar që agjerimi vetëm me ujë është një ndër gjërat benefitet më të mëdha që trupi i njeriu mund të bëjë. Mund të çlirohesh nga shumë toksina. Mund të jesh duke, pra do të thënë agjerimi është shërim. Pra, edhe magjit. Vënçe. Agjerimi është kalim nga toksioria, nuk po theve plot, drejt hynores. Absolutisht. Pra, nuk punon shpirt. Po një vënçe për magjit? I le hapësirë, shumicën e hapësirës njeriut, i le hynores, apo shpirtërores. O që do na thuash një varg kuranor? Po, ajo që preferohet, thuhet, apo që përmendi Ornela, është kur je i agjërueshëm nuk bën vaki që nuk do të asnjëherë që të zëj magjia. Më pakta. Kur je agjërueshëm, jo, kushdo qoftë. Se je në marrëdhënie direkte me Zotin. Absolutisht. Po, një varg kuranor nuk na e the. Po, do them ato që përmendë pak se eudhu billahi mine shejtani rajim. Kërkoj mbrojtje nga Zoti nga djalli i mallkuar. Përmendja e kësaj në çdo të gjithëve. Duhet thonë kjo që ta kemi një se si dihet. Do që këtë studio të lutem se na ka zënë. Jo se nuk e beson. Ti pastor nuk e beson, ne na u thye xhami këtu. Na u thye xhami që ditën e parë. Ti se beson Kur. Po s'është magji, më është energji negative. Kishte. Na kishte zënë syri, pastor. Syri. Mashallah. Mashallah. Edhe për bardhazin. Unë them e gjitha fillon dhe mbaron këtu. Atë që thash unë fillim të emision. Që ju kanë bërë magjit trurit. Mua ma mori kjo. Është shumë e vërtetë që fiksimi është... Por unë mesazhi im është që unë do vazhdoj që të i rezistoj magjive, do me thënë që mos besoj, por jap fjalën Hoxhës, që me gjithë bashkëshortin tim, me qënë se jemi bektashi, agjërin me ardhshëm do ta bëjmë të plot, dhe me pastorin, te pastori do shkojmë në palestër po të dy. Ti dashke të mbrosh edhe trupin, edhe shpirtin, edhe mendjen. Kombinimi perfekt. Edhe ardhja në emision. Vënçja ime është që në këtë botë ka shumë njerëz të këqinj që duan të keqen e tjetrit dhe që janë gati të shesin shpirtin e tyre vetëm ta shohin tjetrin keq. Por në fakt, duke shitur shpirtin e tyre, i vetmi person që arrin t'i bëjnë keq është vetja e vet. Se unë do thoya që planin e Zotit nuk e ndryshon dot askush. Yes! Na paçi nato Zoti ju plas të zemra, se plani i Zotit është vetëm Zoti nuk edhe po thua xhami prap xham tjetër do sjellim këtu. Prap xham ka fillimi do e bëj. Shkojmë në publicitet dhe në ndeshjen bardhazi. Bëuni gati për sherr.